Shikuesve të dashur miq, mirë se erdhët. Është takimi I radhës në natën vonë të së enjtes. Jemi parë që në këtë studio ne të bisedojmë, të marrim rrëfime nga artistë, njerëz të rëndësishëm. Kryesisht kemi folur për kohë të bukura edhe për atmosferat veçanta. E veçantë do të jetë edhe atmosfera që do të krijohet sonte në këtë studio, e besoj në të gjitha shtëpitë që do të na ndjekin drejt për drejt në natën vonë. Sepse sot ne do të flasim për luftën, do të ta shohim luftën nga afër dhe një nga luftrat që në fakt ka tronditur për momentin pothuajse të gjithë botën, konfliktin në Siri. Ka ardhur mbrëmjen e sotme në natën vonë ekskluzivisht nga fronti I luftës, një nga njerëzit që po organizojnë revolucionin kundër regjimit të Asadit, është një nga njerëzit që është më afër luftës, ata që duan një Siri në paqe, një Siri demokratike, është zoti Yasser Al-Hai. Ai ka pak minuta që ka mbritur në studion tonë edhe shumë shpejt do të niset edhe një herë për në frontin e luftës. Ndaj unë gjej rastin t'i uroj mirë se ardhjen zotit Yasser Al-Hai dhe sigurisht një falenderim shumë të madh që ka ardhur të ndajë me ne të gjithë eksperiencën e popullit sirian në këto ditë vështira. Thank you for having me here and I appreciate. Faleminderit që më ftuat dhe vlerësoj interesin tuaj mbi konfliktin në Siri dhe popullin sirian. Zoti Yasser, ju e keni lënë konfliktin, keni ardhur në studion tonë, më pas do të ktheheni aty. Si ishin orët e fundit në Siri, përpara se ta linit ata për të mbritur këtu? In Syria it became very difficult by the time and things become really dangerous. Në Siri sa më tepër që kalon koha, aq më vështirë bëhet. Situata është me të vërtetë e rrezikshme. Të vish këtu nuk është diçka e vështirë, por të jetosh në Siri është diçka me të vërtetë e rrezikshme. Në fakt, pothuajse në të gjithë botën flitet tashmë për konfliktin në Siri, në të gjitha nivelet, nga politika e madhe, nga fuqitë e mëdha deri tek njerëzit e thjeshtë të cilët janë tronditur edhe me çfarë kanë parë në ekran të raportohet nga lufta. Si ka nisur ky konflikt? Çfarë është ky konflikt? This conflict started in 2011, March 2011. Ky konflikt filloi në mars të vitit 2011, kur një student shkroi në muret e një shkolle poshtë Asadi. E kuptoj, ndërkohë ju personalisht, zoti Yasser, ku ishit kur ky konflikt filloi? Si ishte jeta juaj përpara revolucionit? I was a journalist before the revolution. I used to live in Europe. Para revolucionit, unë isha një gazetar. Jetoja në Europë. Kur konflikti filloi, kur revolucioni filloi, unë u ktheva në shtëpi dhe atje kam qëndruar deri më tani. Si u përfshit ju në forcat e revolucionit? A ishte krijuar revolucioni kur ju mbritët aty? Yes. Me gjithë strukturat përkatëse? No, in the beginning we used to go on demonstration, organize some demonstrations. Jo, në fillim ne organizonim disa demonstrata në mënyrë të fshehtë dhe ishte shumë e vështirë për ne. Pas disa demonstratave, shërbimi sekret filloi të na sulmonte. Na vinin edhe në shtëpi dhe na arrestonin. Ishit shumë në fillime? Was a lot of people they are supporting us, but shumë njerëz na mbështesnin, por pak prej tyre dilnin në demonstrat pasi kishin frikë nga brutaliteti I qeverisë dhe shërbimi sekret. Edhe ky konflikt erdhi duke u përshkallëzuar deri tani. Aktualisht në çfarë faze mund të themi ndodhet revolucioni, në çfarë faze ndodhet konflikti, sa janë rebelët tani dhe si janë ata të organizuar? As I said, after a few months of peaceful demonstrations, the government used to use Pas disa muajsh me demonstrata paqësore, qeveria filloi të përdorte armë kundër nesh dhe të na vriste. Nëse shikoheshe me një kamerë në rrugë, atëherë mund të vriteshe. To have some arms in our hand, start to resist because they used to kill us all the time. Dal nga dal, ky konflikt u kthye në një konflikt të armatosur. Neve na u desh rreth një vit për të marrë armë dhe për të bërë rezistencë. Tani ka më tepër njerëz që marrin pjesë në revolucion dhe nuk kanë më frikë për të dalë në demonstrata dhe për të kundërshtuar regjimin diktatorial. Aktualisht rebelët sa përqind të territorit kontrollojnë ata? Ku janë ata të shpërndar sot? I think most of Syria, and I am very familiar with Aleppo. Unë kam shumë dijeni për qytetin Aleppo. Në rrethinat e këtij qyteti, ne kontrollojmë rreth 95% të territorit.
ndërkohë që në brendësi të qytetit kontrollojmë rreth 75% të territorit. Në pjesën tjetër të Sirisë, ku janë më shumë të përqendruara kontrollet edhe pushteti i Asadit aktualisht? By the seaside where he was born and Alawite. Pra Bregdetit, aty ku ai lindi. Qytetet e Latakias dhe Tartus janë qytete në të cilat ai ka mbështetjen më të madhe. Siria aktualisht këto ditë në teren vazhdon të jetë një luftë e nxehtë? Ku është lufta më e nxehtë? Ku është përplasja më e madhe midis revolucionit edhe qeverisë sot? Actually, it's everywhere. Most important in Damascus, a suburb of Damascus, and now it's coming closer to the city of Damascus. Në fakt është kudo. Më së shumti në rrethinat e Damaskut, por tani i afrohet edhe qendrës së qytetit. But everywhere you go in Syria, they are fighting, except as I said, a little fighting in Latakia. Në Aleppo na ka mbetur edhe pak punë për të bërë, dhe qyteti do të çlirohet totalisht. Siç e thash, luftimet po ndodhin kudo. Më pak luftime ka në qytetet e Latakias dhe Tartus. Flasim pak për armët kimike apo për sulmin me armët kimike të 21 gushtit, në mos gaboj, një lajm që në fakt tronditi pothuajse të gjithë botën dhe bëri që edhe fuqitë e mëdha të fillonin të reagonin më në fund për konfliktin në Siri. Ku keni qenë ju kur ka ndodhur ky sulm me armë kimike? I was in Aleppo, and it's not the first time. The government used 14 times chemical weapons. Isha në Aleppo, dhe kjo nuk është hera e parë. Qeveria i ka përdorur 14 herë armët kimike. I kanë përdorur 4 herë vetëm në Aleppo. Unë shkova atje të hetoja dhe i pash të gjitha viktimat. Siç e thash, i kanë përdorur 14 herë në të gjithë Sirinë. Pra nuk është hera e parë që qeveria përdor armë kimike. Kësaj here, loja ndryshoi pasi u vran 14.000 njerëz në rrethinat e Damaskut dhe tashmë të gjithë filluan të besojnë që qeveria përdor armë kimike kundër popullit të saj. Në fakt ka pasur shumë debate, Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përfshin menjëherë fuqishëm në mënyrë më protagoniste gjatë gjithë kësaj kohe pas sulmit me armë kimike në Damask. Më pas kemi një përfshirje të Rusisë dhe të gjithë fuqitë e mëdha syt sot i kanë nga Siria. Si e shihni ju, si e shohin revolucionarët e Sirisë përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Rusisë dhe pak a shumë të gjithë komunitetit ndërkombëtar? I think Russia has been a big supporter of a criminal regime and they don't care about human rights or. Mendoj se Rusia ka qenë një përkrahëse e madhe e regjimit kriminal. Atyre nuk u bëhet vonë për të drejtat njerëzore apo për demokracinë, por shohin interesat e tyre. Po të ishte në dorën tonë, ne nuk do të kërkonim ndërhyrje nga jashtë, por do të kërkonim armë për të mbrojtur veten. Për sa i përket asaj që do të bëjnë Shtetet e Bashkuara, kjo është në dorën e tyre. Fillimisht ata thanë që Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike dhe duhet të ndërhyjmë. Megjithatë, nuk kanë vepruar deri tani. Bashar al-Assad used the chemical weapons, there will be a red line and they will act, and unfortunately they didn't act even. E kuptoj. Ndërkohë, në momentin e parë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës artikuluan edhe një ndërhyrje ushtarake, nëse realisht do të kishte ndodhur ato ditë, cili ishte reagimi, cila ishte përshtypja, mendimi juaj për një ndërhyrje ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri? A do ta mirëprisnit ju diçka të tillë? I think it depends on the strike. Unë mendoj se varet nga sulmi. Nëse do të jetë një sulm i mjaftueshëm për të rrëzuar qeverinë, atëherë do të jetë diçka e mirë. Ndërkohë që nëse sulmi nuk është i mjaftueshëm për ta larguar qeverinë, atëherë kjo mund të na dëmtojë, pasi qeveria do të kundërsulmojë. Pra nëse do të ketë vërtet një sulm në Siri, ne shpresojmë që ai të jetë i mjaftueshëm për të rrëzuar regjimin. Ndërkohë, cila do të ishte zgjidhja e këtij konflikti në Siri, edhe nëse do të kishte një ndërhyrje ushtarake, ndërkohë që pak më vonë do të diskutojmë edhe për opsionin e marrëveshjes politike midis palëve. Cila do të ishte zgjidhja sipas revolucionarëve e konfliktit në Siri? The only solution we can accept for the regime to leave power, for Bashar al-Assad to be tried in The Hague for his criminals act.
Zgjidhja e vetme që ne pranojmë është që qeveria të largohet dhe Bashar al-Assad të gjykohet për aktet e tij kriminale. Ai ka bërë shumë krime kundër njerëzimit në Siri. Ne duam një mundësi të re për ta filluar nga e para me Sirinë, me demokracinë dhe lirinë. Për sa kohë që Bashar al-Assad dhe shërbimi i tij sekret janë në pushtet, atëherë kjo gjë nuk mund të bëhet. Ndërkohë, varianti i Rusisë për një marrëveshje me Bashar al-Assadin për dorëzimin e armëve kimike dhe tërheqja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga ndërhyrja ushtarake, si është pritur nga ju? Jeni trembur ndoshta për fuqinë që Bashar al-Assad dhe lidhja e tij me Rusinë mund të ketë? I think the deal was made between Russia and America. It's a dirty deal. Unë mendoj se marrëveshja që u bë midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara është një marrëveshje e pisët. Ajo nuk merr në konsiderat vuajtjet tona, për ndjekjen që na është bërë nga Asadi, sulmet që kemi pësuar nga avionet luftarake dhe raketat. Kjo marrëveshje i shërben vetëm një vendi. Ata po mundohen të mbrojnë vetëm një vend, pavarësisht faktit që populli sirian ka vuajtur për më tepër se 2 vite e gjysmë. And really they don't put a solution to that. Këto foto që jemi duke parë na janë sjell pikërisht nga zoti Al-Hai, janë foto të marra në terren gjatë gjithë kësaj kohe të konfliktit, janë mbetjet e raketave me të cilat regjimi i Bashar al-Assad ka kontrolluar territorin dhe duken qartë që janë raketa ruse apo jo, zoti Al-Hai? Yes, this is a few of the rocket hit my town. Po, këto janë disa nga raketat që goditën qytetin tim. Unë jetoj në një qytet të vogël me 40.000 banor dhe siç mund ta shikoni është një sasi e madhe raketash me të cilat është goditur një qytet i vogël. Është një fakt i qartë që gjatë gjithë kësaj periudhe, të paktën me armatime të kësaj natyre, Siria është mbështetur fuqishëm nga Rusia, apo jo? It's not only by Russia, it's the governments, not Syria, because this is a regime support, they're not supporting Syria. Duhet të theksojmë që ajo është mbështetur nga qeveria dhe jo Siria, jo vetëm nga Rusia, por edhe nga Kina dhe Irani. Çdo ditë qeverisë i janë dërguar sasi të mëdha armësh. The Revolutionary Guard in Iran starts sending people to fight in Syria. Cilat janë interesat e Rusisë në Siri? Cilat janë interesat e Iranit në Siri, apo edhe të shteteve të tjera që kanë mbështetur regjimin e Bashar al-Assadit gjatë këtij konflikti dhe më parë ndoshta? Regarding Iran, they are sectarian interest because they are Shiite and Alawites, and the Alawite regime in Syria are closer religiously to Iran. Për sa i përket Iranit, ata kanë interes fetar, ndërkohë që interesi i Rusisë është ushtarak. Rusia i ka dërguar armë qeverisë për një kohë të gjatë dhe kjo i sjell atyre përfitime ekonomike. Përveç kësaj, Rusia ka 2 baza ushtarake në Tartus dhe këto janë bazat e fundit në lindjen e mesme. Dhe për këtë arsye, ajo po mundohet që t'i mbrojë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndërkohë, a kanë një interes të drejtë për drejtë apo të tërthort sa ko fillimisht dolën rolin e protagonistit për një ndërhyrje të mundshme ushtarake në Siri? Actually, the United States doesn't really protect or promote democracy or freedom, as they say. When the chemical attack happened and they are afraid the chemical weapons. Në fakt, Shtetet e Bashkuara nuk promovojnë dhe mbrojnë lirinë dhe demokracinë ashtu siç thonë. Kur morën vesh mbi përdorimin e armëve kimike, shqetësimi i tyre i vetëm ishte se mos këto armë binin në duar të gabuara dhe përdoreshin kundër Izraelit. Prandaj, ata filluan të bënin zhurmë duke thënë se mund të ndërhynin apo mund të sulmonin. Gjatë 2 viteve e gjysmë, 120.000 njerëz kanë mbetur të vrarë, prej të cilëve 11.000 kanë qenë gra dhe 10.000 fëmijë. Komuniteti ndërkombëtar nuk bëri asgjë në lidhje me këtë fakt. Kur thoni kishin frikë se mos armët kimike kalonin në duar të gabuara dhe sulmonin shtetet përreth, e keni fjalën për kë, për Izraelin? A është Izraeli një faktor i rëndësishëm i gjithë këtij konflikti? Of course, it's very important factor, but Sigurisht që Izraeli është një faktor shumë i rëndësishëm. Të gjithë mundohen ta mbrojnë Izraelin dhe mendoj se kjo është ajo që i intereson komunitetit evropian, sidomos Amerikës dhe Rusisë. Si mendoni që do të vijojë përfshirja e fuqive të mëdha në konfliktin e Sirisë? Si e parashikoni ju dhe si do donit ju, revolucionarët e Sirisë? I want them to be
become more human and to pay attention to our suffering. Unë dua që të jenë më njerëzor dhe t'i kushtojnë më tepër vëmendje vojtjeve tona. Siç e thash edhe më parë, 120.000 njerëz kanë mbetur të vrarë dhe 200.000 janë zhdukur. Shumë krime kanë ndodhur në Siri gjatë viteve të fundit dhe ne duam t'i japim fund këtyre masakrave. Ky regjim është kriminal dhe komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë diçka në lidhje me këtë. Është detyrimi i tyre për të bërë diçka. I kthemi edhe një herë armëve kimike në momentin që ndërkombëtarisht filloi të flitej për përdorimin e armëve kimike, për sulme me armë kimike në Siri, Rusia, por pati edhe artikulime të tjera të cilat dyshonin që këto armë kimike mund të ishin përdorur nga rebelët. Në fakt, pse nuk janë përdorur nga rebelët dhe janë përdorur nga regjimi Asadit armët kimike në Siri? First of all, the rebels they have no chemical weapons and they don't have even the rocket to deliver them. Së pari, rebelët nuk kanë raketa dhe ç'është më e rëndësishme, nuk kanë sistemin për t'i transportuar këto raketa. And you have, if you look at the weapons being used against the Syrian people, are all of them. Rusia e di këtë, por ata gënjejnë gjatë gjithë kohës për të mbrojtur Asadin. Ashtu siç mund të shikohet, të gjitha armët e përdorura janë ruse. Me çfarë luftoni ju kundër një regjimi të mbështetur kaq fort siç është ai i Asadit sot? It was a K-47 Kalashnikov, and lately we've been confiscating some weapons from the regime. Me Kalashnikov, dhe së fundmi kemi konfiskuar disa armë nga bazat qeveritare. Gjithashtu, nga nevoja ne jemi duke ndërtuar disa raketa të vogla për të mbrojtur veten. A ka shtete që mbështesin ndërkohë revolucionin në Siri, që mbështesin rebelët në Siri? Kush ju mbështet sot? A lot of countries support us. All the free world support us. For example, most of the Arabic countries they support us. Shumë shtete na mbështesin. Shumica e shteteve arabike na mbështesin. Disa nuk e thonë, por ne marrim mbështetje nga disa vende arabike dhe vende të tjera të botës. Ju mbështesin me armë, ju mbështesin me financime? Po, disa vende arabike na mbështesin me armë, por edhe ekonomikisht. Më fol pak, zoti Yaser, për mënyrën se si janë të organizuar rebelët. Në fakt, ne kemi dëgjuar që ka një disorganizim të rebelëve edhe për shkak të kushteve, edhe për shkak të kushteve të vështira financiare dhe sa i përket armatimeve. Sa grupe rebelësh luftojnë sot në Siri kundër Asadit? Yes, it's not very organized, but due to the criminality of the regime, so in the beginning of the revolution, we used to be a small groups. Po, nuk jemi shumë të organizuar. Në fillim të revolucionit, ishim të ndarë në grupe të vogla dhe në të gjithë territorin. Nëse një grup vritej, grupi tjetër do të vazhdonte punën. We have a brigade, we have katibas, so it's a bit become more organized now, more. Tani jemi më të organizuar. Kemi një zinxhir komandash, kemi brigada, pra kohët e fundit jemi shumë më tepër të organizuar. E kuptoj. Ndërkohë, grupe brenda revolucionit të cilët mund të luftojnë kundër Asadit, por kanë, po themi, probleme të tjera me ekstremizmin, me terrorizmin, sa janë të tilla? Yes, we do have some groups like that, and if this fight will go on for a long time, we'll have a lot more of them. Po, kemi disa grupe të tilla dhe nëse lufta vazhdon për më shumë kohë, këto grupe do të shtohen. Ne kemi kohë që e themi këtë. Nëse askush nuk na mbështet, atëherë ne do të marrim mbështetje nga të mundin. Fillimisht këto grupe po na mbështesin, por tani po krijojnë edhe probleme. Sa mund ta shfrytëzojnë këtë dobësi të revolucionit në Siri, po themi grupe të mëdha terroriste apo politika të mëdha terroriste të ekstremizmit fetar, si Al-Qaeda për shembull. A ekziston ky lloj rreziku që revolucioni të përdoret për këtë lloj qëllimesh? Yes, we have now some Al-Qaeda, we have some other extremist group, and even the government they released 960 Po, ne tani kemi antar të Al-Qaedas dhe grupeve të tjera ekstremiste. Qeveria liroi nga burgu 960 kriminalë ekstremist dhe e krijoi këtë problem. Ky është një problem dhe do të jetë e vështirë për ta përballuar nëse kjo betejë vazhdon për një kohë të gjatë.
Sorry. We have to say the government released 960 extremists from it. Duhet ta theksojmë që qeveria liroi nga burgu 960 ekstremist për të thënë që ka probleme me ekstremizmin në Siri. E kuptoj. Ndërkohë, besoj të gjithi kemi parë fotot e ushtarëve amerikanë, të marinësve amerikanë, momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës artikuluan një ndërhyrje të mundshme ushtarake, foto që kanë bërë pak a shumë xhiron e të gjithë botës, kryesisht nëpërmjet internetit. Ishin ushtarë amerikanë të cilët nëpërmjet pankartave kërkonin të mos përfshiheshin në këtë konflikt. Unë nuk hyra në marinën amerikane për të luftuar kundër për të mbështetur Al-Qaedën, ishin kryesisht fjalit e tyre. Për këtë do të kemi mundësi të flasim pas pak minutash publicitet qëndroni për të parë nga afër konflikti në Siri. الرصد عم يصير هون حطونا شباب على الواقع صاروا ضربة تدبر اسير يا شباب الله اكبر درع البلد الله اكبر درع البلد مع كثير من اهل العوالي ابطال الجيش الحر عقل السبيحه الله اكبر الله اكبر دك معاقل السبيحه المتواجدين في حاجز البنايه الله روح الله اكبر درع البلد الله أكبر طلعت استلم تجربة السجل تقوم دك جمرك درع القديم قد أفلح الله أكبر الله أكبر الله أكبر ياسين شلون بدك تعطينا اشاره بس تفوتوا من هون امشي حالك تعال يا مسعود مبدئي اجتهون Tanks coming. الله أكبر. من الموقع اللي فيه عساكر كبير. الله أكبر. كبير. الله أكبر. اطلع من دون رجع لا الله أكبر. حشوك ما بنضربه.
مين يرجع يوطي. أنا غلطي يا خالتك أسوي بدي أضرب لحالي. روح طلع قطبك يا سيدي شوف. Jemi rikthyer të dashur miq, po e shohim nga afër konfliktin në Siri, po e shohim luftën me sy tanë, po e dëgjojmë me veshët tanë nëpërmjet rrëfimeve të zotit Al-Haxhi, në fakt sepse shqiptohet kështu. Ai ka ardhur ekskluzivisht për të na rrëfyer gjithë qëllimin e këtij revolucioni që në fakt po trondit nga themelet regjimin e Bashar al-Assadit e ka përfshirë pothuajse të gjithë komunitetin ndërkombëtar, sidomos ditët e fundit mbas 21 gushtit me vëmendjen më të madhe të përqendruar aty për ta zgjidhur këtë konflikt. Pak përpara ne folëm për ushtarët amerikan, por jo vetëm ata, në përgjithësi ekziston një lloj këndvështrimi në opinionin publik mbarkombëtar që revolucioni është ekstremi apo terrorizmi i Al-Qaedës. Sa e vërtetë është kjo edhe pse është krijuar kjo lloj përshtypje? No, this is no one saying the revolution is terrorism as Al-Qaeda, but we do have some group now. Jo, nuk mund të themi që revolucioni është i njëjtë me Al-Qaedën, por kemi disa grupe të kësaj organizate në përbërjen tonë. Siç e thash, nëse komuniteti ndërkombëtar do të kishte ndërhyrë më parë, nuk do të kishte kaq shumë grupe të Al-Qaedas në Siri. Nëse komuniteti ndërkombëtar vazhdon të mos ndërhyjë, atëherë ne do të kemi edhe më shumë grupe të tilla në Siri, dhe kjo gjë nuk do të jetë një problem vetëm për ne, por për çdo. E kuptoj, ndërkohë brenda këtyre grupeve që janë kundër regjimit të Bashar al-Assadit, përfshi këtu edhe aty ku ju bëni pjesë, ku bashkohen, ku ndahen? A e njihni ju njëri tjetrin? A kanë mbledhje të përbashkëta për të rakorduar revolucionin, rezistencën ndaj regjimit? Sure, we know each other, and like for example, we are in Aleppo, we send fighters to fight in Damascus or Latakia or in Deir ez-Zor. Sigurisht, ne e njohim njëri tjetrin. Ndonjëherë, ne që jemi në Aleppo dërgojmë trupa për të luftuar në Damask ose në qytete të tjera. Në shumë raste mund të dëgjosh që një luftëtar i vrarë në një qytet është në fakt nga një qytet tjetër. Në fakt, forcat e revolucionit, rebelët apo rezistenca kundër Bashar al-Assadit, a ka kryer krime gjatë gjithë këtij konfliktit të ndezur në Siri? Ne kemi parë ditët e fundit edhe pamje realisht shumë të tmerrshme ku revolucionarët i prisnin kokat, po themi siç ishte raportuar ushtarëve të regjimit. Yes. First we have to, the FSA or the Free Syrian Army committed some Duhet ta themi që ushtria revolucionare ka bërë disa gabime, por në krahun tjetër qeveria ka kryer shumë më tepër masakra. Madje i ka djegur njerëzit përsëgjallë. Duhet ta pranojmë që edhe luftëtarët kanë bërë disa gabime. Përsa i përket prerjes së kokave, këto kanë qenë vepra të disa ekstremistëve të cilët janë munduar të bëjnë propaganda me këto akte. Ne nuk i kemi mbështetur asnjëherë këta ekstremistë. E kuptoj, ndërkohë ka pasur edhe të tjera pengmarrje edhe të gazetarëve të cilët raportonin nga konflikti në Siri. Si është qasja juaj me gazetarët, si është qasja juaj me
organizatat humanitare që vinë aty për të ndihmuar civilët e pafajshëm? Yes, we in the FSA or the revolution we have very good contact or very good relationship with journalists and with the humanitarian aid people. Po, ne revolucionarët kemi shumë marrëdhënie të mira me gazetarët dhe me organizatat humanitare. Fatkeqësisht, ndonjëherë disa njerëz janë rrëmbyer nga ekstremistë dhe ne jemi përpjekur t'i lirojmë ata. Kemi shumë shpresë që së shpejti do të ngremi një organizat që të mbrojë gazetarët në Siri. A keni menduar ndonjëherë të uleni në bisedime me forcat e qeverisë Al-Asadit, ato t'ishte kjo fillimi i zgjidhjes së konfliktit në Siri, nëse do të mbrinim deri këtu, a do t'ishte ky një sukses? Let's say our conflict it's not against certain people but against criminal regime. Le të themi që konflikti ynë nuk është kundër individëve të veçantë, por kundër regjimit. Ne nuk kemi asnjë problem me sirianët, por me regjimin. Nëse regjimi largohet, atëherë pjesa tjetër është e thjeshtë. Ne mund të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë një Siri të re. Në qoftë se qeveria Bashar al-Asadit largohet nesër, po presupozojmë, kush mund ta qeverisi Sirin? A është revolucioni i gatshëm të ndërtojë një qeveri? We are already building government. If you look to Aleppo, for example, we elected. Ne që tani kemi filluar të ndërtojmë qeveri. Po të marrim si shembull qytetin e Aleppos, ne atje kemi zgjedhur në mënyrë të lirë Këshillin Civil. Ata kujdesen për qytetin dhe për njerëzit në nevojë. Në shumë qytete të Sirisë ka këshilla të tillë, të cilët ndihmojnë qytetin. Por a mund të rrezikonte Siria të ishte e destabilizuar edhe mbas Asadit? Për ata që do të qeverisnin, për ata që do të formonin qeverin, po themi, duke marrë parasysh edhe rastin e Egjiptit? Yes, we're going to have problems. Certainly we have some case of revenge. It won't be easy. Po, me siguri do të kemi probleme. Nuk do të jetë lehtë. Por, a mund ta bëjmë? Sigurisht që mundemi. Do të na duhet shumë punë, por mendoj se populli i Sirisë është i aftë ta bëjë. Megjithatë, duhet ta kemi parasysh që në qoftë se kjo luftë vazhdon për një kohë të gjatë, atëherë do ta kemi të vështirë të rehabilitojmë vendin. Çfarë do të bëni me ekstremistët të cilët kanë luftuar kundër regjimit të Asadit, po luftojnë në fakt edhe në këto momente, sigurisht nesër mund të donin të ishin pjesë e qeverisë. A mendojnë që ky do të jetë një problem i madh për t'u zgjidhur? Regarding this problem, as I said, we have elected civil council in Aleppo, for example. Siç e thash, ne kemi zgjedhur Këshillin Civil. Kushdo që dëshiron mund të bashkohet. Për sa i përket ekstremistëve, ata nuk kanë vend në të ardhmen e Sirisë. E ardhmja i takon popullit sirian për të vendosur se çfarë vendi duan në të ardhmen. E doni demokracinë e Sirisë me mbështetjen e ndërkombëtarëve apo doni ta ndërtoni atë vetë? Of course, the support of the international community is very important. Sigurisht që mbështetja e komunitetit ndërkombëtar është shumë e rëndësishme dhe për këtë bën fjalë edhe revolucioni për të bërë një shtet demokratik. Ndërkohë, aktualisht po diskutohet, është në fuqi marrëveshja që Rusia do të bëjë me Asadin për dorëzimin e armëve kimike. Si e parashikoni vazhdimin e bisedimeve me ndërkombëtarët? Çfarë do ndodh mbasi Asadi i ketë dorëzuar armët kimike? Përse Asadi e ka pranuar këtë marrëveshje? The regime, it's really all the time lie and deceiving people. They accept this just to stop the strike, the American strike. Regjimi e gënjen popullin gjatë gjithë kohës. Ata e pranuan këtë marrëveshje vetëm për të ndaluar sulmin amerikan. Komuniteti ndërkombëtar tha që heqja e armëve kimike mund të bëhet në 6 muaj, ndërkohë që presidenti Bashar al-Assad tha që do të duhet 1 vit. Kështu që ai po e bën këtë vetëm për të fituar kohë dhe për të parandaluar sulmin amerikan. Gjatë gjithë këtij viti, Bashar al-Assadi do të marrë kohë për të stabilizuar, mendon, situatën, për të shtypur revolucionin aty? Of course, he keep trying and he still have hope. Sigurisht, ai vazhdon me përpjekjet dhe ka shpresë akoma. Deri tani, opozita nuk ka armë të mjaftueshme për ta rrëzuar. A kthemi pak në kohë, zoti Al-Haxhi. Kush është Bashar al-Assadi? Kush është ky njeri? Si e pritët ju ardhjen e tij në pushtet në Siri?
pas pushtetit të Taatit? Bashar al-Assad, he's the son of Hafez al-Assad. He was in control of Syria since 1970 to 2000 when he died. Bashar al-Assad është i biri i Hafez al-Assad, i cili ishte në kontroll të Sirisë që nga viti 1970 deri në vitin 2000, atëherë kur edhe vdiq. Pak ditë pas i vdiq, ata e ndryshuan kushtetutën brenda 24 orëve dhe e bën Assadin president. Para kësaj, ai ishte një mjek. Fillimisht, njerëzit kishin shpresë që ai do të bënte gjëra të mira, pasi ai ishte më i moderuar. Megjithatë, kjo nuk rezultoi e vërtet. Because they did some crime in Daraa where the revolution started, they said no one brought case against them. Also, when people, some journalists ask him about reform, what happened with the reform, Kur disa njerëz e pyetën në lidhje me reformat, se pse nuk kishte patur reforma për 10 vjet, ai u përgjigj se ishte i shqetësuar për stabilitetin e regjimit. Pra nëse ati ju deshën 10 vjet për të shqetësuar për regjimin, kjo tregon se çfarë lloj diktatori është. That shows what kind of dictatorship he planned to be. E keni takuar ndonjëherë nga afër këtë njeri? Oh yes, I met him not one to one, doing with a group of people. Po, e kam takuar një herë ball për ball, kur po takohej me një grup njerëzish në Greqi. Çfarë keni biseduar me ta? We talked about small problems. We're not allowed to talk just to say all the time buzz of the things. Folëm mbi probleme të vogla. Ashtu si në çdo lloj diktature, ne nuk na lejohej të flisnim shumë. Çfarë ndjeni kur shihni portretin e tij, zoti Al-Haxhi? I think he's a criminal. He should be in jail somewhere. Mendoj që është një kriminal i cili duhet të gjendet në burg. E urreni këtë njeri? I do not hate him personally, but Personalisht nuk e urrej, por urrej atë çka i ka bërë popullit sirian. A ka njerëz që e duan sot Bashar al-Assadin në Siri? Që besojnë në... Yes, there are some people they do, and they fight with him. Po, ka disa njerëz që e besojnë dhe luftojnë për të. Sa janë ata? Well, most of the Alawites, as I said, the Alawites at around 14%, around 10% of the Syrian people, most of Alawites support him. Rreth 10% e popullit sirian e ndjekin dhe e mbështesin. Sekti Alawite dhe disa musliman e mbështesin atë. And there are some Sunnis, Muslims that support him too. Dhe pjesa tjetër, 90% mbështesin revolucionin, apo ka edhe pjesë që janë midis që nuk mbështesin as një krah as krahun tjetër? There are some people that do not support neither side. There are some Kurds and some Christians. Ka disa njerëz që nuk mbështesin asnjë krah, disa kurd, disa të krishterë dhe disa minoritetet të tjera që nuk mbështesin asnjë krah. Nëse nesër do të bëhen zgjedhje në Siri, si parashikon do të ishte rezultati? Sa përqind e popullsisë do donte ta mbante Assadin në regjim? Sa përqind e popullsisë do donte që këtë vend ta qeveriste një qeveri e re, më demokratike? I think 10 to 15% they want Assad to stay. Mendoj se 10 deri në 15% do të donin që Assadi të qëndronte. Rreth 60% do të donin që opozita të fitonte, ndërsa pjesa tjetër është e pavendosur. Ajo pjesë që mbështet Assadin në Siri, çfarë kategorie shoqërore i përket? A ka aty intelektual, a ka aty njerëz të lidhur me interesat e regjimit vetëm, apo ka edhe njerëz të cilët në mënyrë të verbër e besojnë këtë regjim dhe besojnë në demokracinë, po themi, të këtij regjimi? Unfortunately, it's not like this. The most people support Bashar al-Assad are sectarians, they are Alawites. Fatkeqësisht nuk ndodh kështu. Shumica e atyre që e mbështesin janë të sektit të Alawite. Pjesa tjetër që nuk janë të Alawite e mbështesin sepse fitojnë lek nga qeveria ose janë miq të qeveritarëve. Që do të thotë Siria, përveç faktit që ka një regjim diktatoriale dhe nga ana tjetër kërkesën e një revolucioni për demokraci, brenda duam apo s'duam ka edhe konflikte fetare, apo jo? Yes, it does exist, and because of Ba'ath Party, the Ba'ath Party being controlling Syria for the last... Po, duke qenë se kjo parti e ka qeverisur vendin për 40 vjet, atëherë ato e kanë krijuar këtë problem. Ndërkohë, zoti Al-Haxhi, gruaja e Bashar al-Assad njëkohësisht ka qenë një ndër emrat më të përfolur të regjimit. A shihet me të njëjtën vëmendje edhe brenda Sirisë
gjithçka që ajo bën, çdo lëvizje e saj ashtu si shihet edhe gjykohet herpasherë nga komuniteti ndërkombëtar, nga opinioni publik ndërkombëtar? Not really, it's not the same in the West. We don't really pay attention to small details or whatever she does or what she eats or what she wears. Jo tamam, ne nuk jemi si në Perëndim. Nuk i kushtojmë vëmendje detajeve të vogla apo asaj që ajo bën, se çfarë ha apo se çfarë vesh. Por në fillim ajo ishte shumë e këndshme. Unë e takova një herë në Aleppo dhe duke i njëri shumë i këndshëm. Por pas revolucionit gjithçka ndryshoi dhe tani ajo vazhdon të mbështesë kriminal që vrasin popullin e tyre. Absolutisht, bashkëshortin e saj edhe politikat e tij. Yes, but she left in the West and she's a British born. Po, por ajo ka jetuar në Perëndim. Ajo ka lindur në Britani dhe duhet i kushtoj më tepër vëmendje lirisë dhe demokracisë, dhe jo të mbështesi kriminal. Kemi regjimin e Asadit, kemi pjesën e revolucionit, rebelët kundër këtij regjimi, kemi edhe njerëzit e thjeshtë të cilët vuajnë këtë konflikt. Ata njerëz të cilët humbasin jetën për ditë nga sulmet, qofshin këto me armë kimike apo me armë të llojeve të tjera, ata njerëz të cilët vdesin nga sëmundjet pa pasur mundësinë të mjekohen dhe njerëz pse jo që mund të vdesin edhe nga mungesa e ushqimeve. Si jetojnë njerëzit e papërfshirë në konflikt, ata të pafajshmit fare sot në Siri? Unfortunately, they have very difficult condition inside Syria. We have around Fatkeqësisht, ata jetojnë në kushte shumë të vështira në Siri. Kemi 4 milion refugjat dhe deri tani 250.000 njerëz të humbur. Në fakt kemi disa foto që zoti Alhaxhina i ka sjell nga tereni. Janë disa fëmijë me shenja në fytyrë, me shenja të një sëmundje të vështirë. Çfarë ndodh? Si është historia e kësaj familje? The history of this family has been refugees from Aleppo to Deir ez-Zor, and they become a second time refugees from Deir ez-Zor to Aleppo. Ata janë refugjat. Aktualisht jetojnë në një kamp ku mungon kujdesi mjekësor dhe ujë i pastër. Shumica e kampeve në Siri nuk kanë ilaçe të përshtatshme, ujë të pastër ose kushte për të jetuar. Jo vetëm kaq, por shumë njerëz janë sulmuar nga avionët ushtarak në kampet siriane dhe shumë prej tyre janë vrarë. It's not only that, many refugees camp inside Syria been attacked more than once by fighter jets and killed a lot of people at the refugee camp. Çfarë ndodh më pas me ta? Ku kurohen ata? A merret revolucioni, a merren rebelët me ndihmën e tyre me shpërndarjen e mjekimeve? The problem, it's overwhelming problem, it's a big problem, and it's humanitarian really disaster. Është me të vërtet një problem shumë i madh. Është një katastrofë humanitare ajo që po ndodh në Siri. A little bit medical care. Revolucioni nuk ka para të mjaftueshme për të ndihmuar ata. Ndonjëherë shpërndajnë disa ilaçe, por kjo nuk mjafton. Ne nuk e kemi kapacitetin për të ndihmuar gjithë këta njerëz. A ka organizata humanitare që kanë britur në teren edhe që po ju gjenden afër këtyre njerëzve? Yes, there are humanitarian organizations, there are some medical NGOs helping inside Syria, but unfortunately Po, ka disa organizata humanitare në Siri, por fatkeqësisht, gjendja në vend është bërë shumë e rrezikshme dhe ata qëndrojnë në kufi. Në kufi që do të thotë është e vështirë që këto organizata qeveritare apo njerëzit e tyre të mbrin deri aty ku realisht ka probleme dhe nevojë për ta. Yes, it's a bit difficult, but sometimes what we do, we get the medicine from them. Po, është e vështirë, por ajo që bëjmë ne ndonjëherë është të marrim ilaçet prej tyre dhe t'u dërgojmë spitaleve dhe kampeve. Ja rini ti organizoni të gjitha, apo kjo është një tjetër sfidë e revolucionit, tjetër vështirësi e revolucionit? We are to organize some help, as I said, now become more dangerous, but we are working on it now to make it more safe for. Arrim të sigurojmë pak ndihmë, pasi siç e thash është e rrezikshme. Megjithatë, ne tani po punojmë që ta bëjmë më të sigurt territorin për organizatat humanitare, në mënyrë që ato të ndihmojnë njerëzit në nevojë. Besoj ka përdit njerëz që e lënë Sirin në kushte të vështira e emigracioni. Sa po ikin aktualisht nga Siria, apo vinë ata gjithmonë duke u shtuar? It's a lot of people live in Syria, they're going mostly to Turkey and to Jordan, Lebanon and to Iraq. Shumë njerëz që jetonin në Siri janë larguar drejt Turqisë, Libanit, Jordanisë dhe Irakut. Kohët e fundit,
Më tepër njerëz janë larguar nga frika e përdorimit të armëve kimike. A janë të gatshme vendet përreth, apo të paktën janë treguar të gatshme për t'i pritur, për t'i akomoduar gjithë emigrantët që vinë aktualisht nga Siria? That depends different. Thanks for Turkey, they doing their most to help the Syrian refugees, and the Syrian refugees inside Turkey are doing better. Kjo varet nga vendet. Turqia po i ndihmon shumë refugjatët sirian dhe tani ata jetojnë më mirë. Në Jordani, Liban dhe Irak është më vështirë. A është e vështirë sot të dalësh nga kufiri sirian? Kush e kontrollon kufirin? It's not difficult to exit. For example, in Aleppo, we control the border. Nuk është e vështirë të largohesh. Për shembull, në Aleppo ne kontrollojmë kufirin. It's not difficult to leave Syria, but it's difficult to get some help outside Syria, like in Lebanon and Jordan. Nuk është e vështirë të largohesh nga Siria, por është e vështirë të gjesh ndihmë jashtë Sirisë. Sa njerëz janë duke u ndarë nga jeta sot në Siri, sa njerëz të pafajshëm, dhe cilat janë shkaqet kryesore? It's over 100 people a day die in Syria, mostly by fighter jet using barrel bombs. Për më tepër se 100 njerëz në ditë vdesin në Siri. Shumica vdesin nga bombat e lëshuara nga avionët ushtarak. Deri tani kanë vdekur 120.000 njerëz, prej të cilëve 11.000 gra dhe 10.000 fëmijë. A ka bombardime çdo ditë? Of course, every day. It's not only one time, maybe many times during one day. Sigurisht. Jo vetëm një herë në ditë, por shumë herë brenda ditës. Aktualisht, revolucioni, rebelët, deri ku kanë mbritur? Pak më parë folën për Alepon edhe për faktin që edhe pa kohë ju mendoni që mund ta çlironi atë nga forcat qeveritare. Pjesën tjetër të territorit, apo ndoshta ato pika strategjike të ushtrisë së Asadit, sa larg këtyre jeni? Like one or a few weeks ago, we making big progress. Until the Hezbollah and some fighters from Lebanon start to arrive on sectarian reason to fight with the government, like what happened in Homs and Qusayr. Para disa javësh bëm shumë progres, derisa erdhën disa luftëtarë nga Libani dhe filluan të vinin dhe të ndihmonin qeverinë për arsye fetare. Kohët e fundit kemi bërë progres dhe po fitojmë terren kudo. Besoj e keni parasysh momentin kur agentët e Organizatës Kombeve të Bashkuara mbritën në Siri për të marrë në terren gjithçka kishte ndodhur pas sulmeve kimike të 21 gushtit, sulmeve me armë kimike. A i keni parë ata në terren, apo ka qenë diçka që nuk mund të shihej nga njerëzit e zakonshëm? No, they came to Damascus. I wasn't living in Damascus. Jo, ata erdhën nga Damasku dhe unë nuk jetoja atje. Ata nuk erdhën në Aleppo. A kanë pasur ata kontakt me ndonjë përfaqësues tjetër të revolucionit apo të rebelëve? For as long as I know, they did have contact, and the revolution helped them to go. Me aq sa di unë, ata kanë patur kontakt dhe revolucioni i ndihmoi ata për të shkuar në vendet ku kishin goditur raketat. Nëse sot ju do të ishit një qytetar amerikan, edhe jo një qytetar sirian, a do të ishit i gatshëm që qeveria juaj të ndërhynte ushtarakisht në një konflikt të largët gjeografikisht, siç është konflikti në Siri? I am an American citizen. And as long as we are keeping preaching for a long time about freedom. Unë jam një qytetar amerikan. Për sa kohë që predikojmë liri dhe demokraci, atëherë kemi përgjegjësi për të ndihmuar në liri dhe demokraci. A besoni ju tek deklaratat për liri, për demokraci, për paqen në botë të fuqive të mëdha? Yes, I believe in that, but unfortunately... Po, besoj, por fatkeqësisht, fuqitë e mëdha nuk po bëjnë shumë për të na ndihmuar. A besoni që do të bëjnë diçka për t'ju ndihmuar? A keni ju besim tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës? No, not lately. We lost confidence in the rest of the world. Jo, kohët e fundit e kemi humbur besimin. Siç e thash, gjatë 2 viteve e gjysmë shumë njerëz janë vrarë dhe askush nuk na ka ndihmuar. Çfarë mendimi keni për presidentin Barack Obama?
edhe gjithë deklaratat e tij të kohëve të fundit që besoj ju i keni ndjekur më shumë se të gjithë. I think he's hostage to the circumstances of United States, being in war a couple of times before. Mendoj se ai është peng i rrethanave të Shteteve të Bashkuara, duke qenë se ka qenë në luftë edhe herë të tjera më përpara. Tani ai nuk është më në gjendje të marrë vendime të vështira për të ndihmuar popullin sirian. Pse Siria? Ka shumë njerëz që pyesin pse Siria konflikti i radhës. Çfarë rëndësie ka Siria në të gjithë zinxhirin e konflikteve që kemi parë në të ashtu quajturën pranvera arabe? Këtë do të kemi mundësi ta diskutojmë me zotin Al-Haxhi, vetëm pas pak minutash publiciteti që në fakt është i fundit për mbrëmjen e sotme. Jemi rikthyer. Pse Siria, çfarë rëndësia apo çfarë pozicioni ka Siria në të gjithë zinxhirin e konflikteve që kemi parë? Kjo është pyetja me cilin do ta nisim pjesën e tretë me zotin Al-Haxhi. After what happened in Tunisia and in Libya and in Egypt, I think Syria was keystone. Pas asaj që ndodhi në Tunizi, Libi dhe Egjipt, mendoj se Siria ishte vendi kyç për të promovuar demokracinë në lindjen e mesme. Mendoj që nëse Siria është e suksesshme, atëherë kjo mund të ndihmojë edhe shtete të tjera, por ata nuk e duan këtë gjë. Political standing of the United States is stability, and so far they haven't changed their. Qëndrimi politik i Shteteve të Bashkuara është stabiliteti, dhe deri tani ata nuk e kanë ndryshuar qëndrimin e tyre mbi lirinë dhe demokracinë. Për ta, stabiliteti është më i rëndësishëm. A është i ndryshëm konflikti në Siri nga konfliktet e tjera në shtetet e tjera që kemi parë gjatë kësaj periudhe? Libia, Egjipti, gjithë shtetet e tjera që janë përfshirë nga këto konflikte? It's a bit different because in Syria we have an army which supports the government. It does not support the people, and that's a regime army. Ka pak ndryshim, pasi në Siri kemi ushtrinë që mbështet qeverinë dhe jo popullin. Ndërkohë që në Egjipt, për shembull, ushtria qëndroi për krah popullit dhe i la ata të vendosnin. A mendon që Siria do të ketë pak a shumë të njëjtin fat sa i përket mënyrës se si do të rrjedhin gjërat me vendet e tjera të ngjashme, apo për shkak të specifikave mund të ketë një zgjidhje tjetër në Siri? We're going to have problems, that's certain. But the Syrian people, it's very civilized people, very well educated, and I think we can offer. Do të kemi probleme, kjo është e sigurt. Por populli sirian është shumë i qytetëruar dhe i mirë edukuar. Ne mund t'i kalojmë me shpejtësi problemet tona. Do të na duhet pak kohë, por jemi të aftë për ta bërë këtë gjë. Zoti Al-Haxhi, ju dukeni një njeri i vendosur, një njeri që i kontrollon emocionet, paktën me sa kam parë deri tani në këtë bisedë që kemi zhvilluar bashkë, por në fakt çfarë ndodh brenda shpirtit tuaj? A keni ju frikë luftën? I'm not afraid of war. I'm really concerned about what people they lost their life. Nuk e kam frikë luftën, por jam i shqetësuar për njerëzit që humbasin jetën. Boys they are fighting with the FSA. 2 of them died. Fola me një zonjë e cila kishte 4 djem në forcat revolucionare. 2 prej tyre kishin vdekur. Ajo ishte e gatshme të pranonte edhe vdekjen e 2 djemve të tjerë, vetëm për lirinë e Sirisë. Kur shikon një person të tillë, nuk e zgjidhje tjetër përveç se të vazhdosh të bësh atë që duhet për të hequr qafe diktaturën. A do të ishit ju i gatshëm ta jepnit njëkohësisht jetën për demokracinë në Siri? Yes, of course, why not? I was in Syria for 2.5 years. No one pressured me to stay there. Po, patjetër, pse jo? Askush nuk më detyron të qëndroj në Siri. Unë qëndroj sepse besoj në atë që bëj. Zoti Al-Haxhi, gjatë gjithë kësaj periudhe të konfliktit që ju keni qenë aty, edhe keni organizuar pak a shumë të gjithë rezistencën, gjithë rebelimin kundër regjimit të Asadit. Sa momente ka qenë kur e keni parë vdekjen nga afër, përballë, në sy? Dhe sa të vështira janë ato momente për njerëz që jetojnë në paqe dhe u duket kjo diçka shumë e largët? It's many times fighter jet, rocket, cluster bombs. My house been destroyed by cluster bombs. My car been one rocket by car. Shumë herë. Avion luftarak, raketa, bomba. Shtëpia ime u shkatrua nga një bombë. Makina ime u hodh në erë nga një raket. Shumë herë. Ngado që të hedhësh syt, ka rrezik.
Ju jeni aty me gjithë familjen tuaj? No, my family, I moved my family a few months ago to Turkey. Jo, e kam larguar familjen në Turqi. Pasi makina ime u hodh në erë, familja ime vendosi që nuk ishte koha për të jetuar në Siri. Si ishte përbërë, nga është e përbërë familja juaj? Keni fëmijë? Sa fëmijë? Si e përthyen ata konfliktin në Siri? I have 3 children. Secretly they support the revolution. Unë kam 3 fëmijë. Në mënyrë të fshehtë ata e mbështesin revolucionin dhe janë të shqetësuar për njerëzit që vdesin çdo ditë dhe sigurisht që shqetësohen për sigurinë time. Make it difficult for me to keep going like that. Kjo e bën edhe më të vështirë për mua për të vazhduar më tej. Nëse do t'ju shihnin fëmijët tuaj në këto momente, çfarë do t'ju thoshit për ta pasur parasysh në jetën e tyre? What I say, what we are doing, it's worth life risking. We are trying to get rid of dictatorship and have better future for them. Do t'i thoja që ne rrezikojmë jetën, por këtë e bëjmë për të hequr qafet diktaturën, për t'i siguruar një të ardhme më të mirë atyre dhe të gjithë fëmijëve në Siri. Ne po rrezikojmë jetën tonë për këtë. Sa njerëz tuaj të afërt, njerëz që keni pasur bashkëpunëtor, nuk janë sot duke luftuar për Sirin, kanë humbur jetën në këtë betejë? I cannot count, it's too many. Nuk mund t'i numëroj, janë shumë. A janë realisht momente të vështira kur duhet të përballesh me humbjen e njerëzve të afërt e të vazhdosh më tej përpara? It's not. It's very difficult. Është shumë e vështirë. Kur shikon masakrat dhe vrasjet, ndonjëherë është e vështirë ta thuash. Sometimes really është e vështirë. It's difficult to say. Keni menduar ndonjë moment në këtë lloj vështirësie, në këtë lloj gjendje të rënduar emocionale, të largoheni, të jetoni me familjen tuaj dhe të prisni që demokracia të vi në Siri? No, I never thought about living. This is now our chance to have better future for Syria and for the Syrian people. Jo, nuk kam menduar kurrë të largohem. Ky është shansi ynë për të patur një të ardhme më të mirë për Sirinë dhe popullin sirian. Nuk do ta lëm këtë mundësi të na largohet. A ka momente kur ata që luftojnë nga luftëtar kthehen në njerëz si gjithë të tjerët edhe kanë momentet e tyre të vështira emocionale? Yes, many times. Many times. Many times, especially when you see kids, they're grieving their father or their mother or their sisters. Po, shumë herë. Veçanërisht kur shikon fëmijë që kërkojnë babajnë e tyre ose maman ose motrën. Children eye when fighter jets start circling above your head and they see how they scared they are. Ndonjëherë shikon frikën në sytë e fëmijëve kur avionët luftarak janë duke ardhur, dhe ky është një problem për mua. Në këtë gjendje që është Siria tani, pothuajse e shkatëruar nga lufta, pothuajse e shkatëruar nga ky konflikt, nga bombardimet e përhershme. Sa vështirë është të krijoni në sytë tuaj, në mendjen tuaj, në imagjinatën tuaj, një Siri që shkëlqen, që lulëzon? Sa e largët duket ajo ditë? This day is not far away, but it takes a lot of energy for us to keep people going and to give the people some hope. And for that reason, ajo ditë nuk është shumë larg, por do të na duhet shumë energji që të bindim njerëzit për të vazhduar dhe për t'i dhënë shpresë atyre. And this is good for the Syria future. Syria will be Prandaj ne duhet të punojmë sa më shumë që të mundemi dhe t'i themi popullit që ajo që po bëjmë është diçka e mirë për të ardhmen e Sirisë. Siria nuk do të jetë më peng i askujt. Kush do donit ju dëgjonte në këto momente dhe çfarë mesazhi do të kishit për personin që do donit ju dëgjonte? I want the international community to act on freedom and democracy and do something. Do të doja që komuniteti ndërkombëtar të vepronte për lirinë dhe demokracinë. Do të doja që ata të bënin diçka. I want them to help us now, not tomorrow, not the day after.
Do të doja që ata të ndihmonin tani dhe jo nesër apo në ditët në vijim. Beson? Yes, I believe that. Po, e besoj, sigurisht. Of course. Çfarë të pret, zoti Al-Haxhi, mbasi të largoheni nga kjo studio, mbasi të merrni avionin edhe të shkoni në Siri nëpërmjet Turqisë, në mos gaboj. Çfarë të pret? Ku do të shkosh? Takimi i parë? Inside Syria, my flight is supposed to be tomorrow. I changed it to tonight. We have some small problems in the north. Fluturimi im ishte programuar për nesër, por unë ndryshova dhe do të largohem sonte. Kemi disa probleme në veri, kështu që në vend që të largohem nesër, do të largohem sonte, në mënyrë që të arri nesër në Siri. Do të jem në Siri nesër në mëngjes. So I will be in Syria tomorrow morning. Dhe do të jeni në një terren ku konflikti është i nxehtë apo në vende më të sigurta? Of course. No, it's no safer places in Syria. Padyshim, nuk ka vende të sigurta në Siri. Avionët luftarak, raketat janë kudo. You don't know whenever someone will hit you. Nuk i dihet se kur mund të godas diçka. Edhe në kampet e refugjatëve nuk mund të jesh i sigurt. Bombardohet edhe në kampet e refugjatëve. Sigurisht. Edhe krime të tjera, apo jo, zoti Al-Haxhi, duke marrë parasysh që situata aty është absolutisht e pakontrolluar. Yes, it's not that. The government is so criminal. For example, they hit where the Nuk është vetëm kjo. Qeveria është aq kriminale sa që i godet njerëzit atëherë kur ata mblidhen. Hospital, so whenever they see people gathering, they will kill them. I godasin në furra buke, në spitale, apo kudo tjetër ku shikojnë njerëz që janë mbledhur. Duke ditur që ata janë rebelët kundër regjimit apo me vedije se këta janë njerëz civil të pafajshëm, të paangazhuar në konflikt? There are innocent people. When some people go to buy bread from the bakery and they stay on the line and some suddenly fighter jet hit that bakery. Ata janë civil. Kur dikush shkon për të bler bukë dhe pret në radh, atëherë një avion e godet. Këta janë civil, por qeverisë nuk i bëhet vonë. Ata i vrasin civilët në mënyrë që të krijojnë një boshllëk midis revolucionarëve dhe popullit. Shpreha më e përdorur mes jush kohët e fundit është stay alive, besoj. Vazhdo që ndroni jetë, lufto për jetën. Actually, when people ask me how are you, I say I am alive. Në fakt, kur njerëzit më pyesin si je, unë i them jam gjallë. Dhe kjo është në fakt gjëja më e rëndësishme e këtyre ditëve. Of course, if you want to keep going, it's very important to stay alive. Sigurisht. Nëse do të vazhdosh përpara, atëherë e rëndësishme është të qëndrosh gjallë. Çfarë do t'i thoshit njerëzve që jetojnë në paqe? I say to pay attention to the people being prosecuted and being denied for their life and being killed for no reason. Do t'i thoja t'i kushtojnë vëmendje njerëzve që gjykohen dhe vriten pa arsye, vetëm e vetëm sepse një diktator ka në dorë fuqinë dhe armët. A beson në një botë më të mirë? Dhe që kjo do t'jetë një diçka e prekshme për... I believe in better world, but so far, unfortunately, the big power, they're interested in business, not in... Besoj në një botë më të mirë. Por fatkeqësisht, deri tani, fuqitë e mëdha kanë menduar për interesat e tyre, dhe jo për një botë më të mirë. Për punë që do thotë për biznes? Well, different interest. Për interesat e tyre. Unë të falenderoj shumë, zoti Al-Haxhi, e mbi të gjitha, një vetëm për rrëfimin, por edhe për dokumentimin e luftës. Ne kemi pasur mundësinë që nëpërmjet fotove tuaja dhe gjithçka që ju na keni sjell bashkë me prezencën tuaj të kuptojmë realisht çfarë ndodh në këtë konflikt. E mbani gjithmonë aparatin fotografik me vete? Yes, all the time. Po, gjatë gjithë kohës. Në fakt, unë shpresoj që të gjithë që na kanë dëgjuar ta kenë kuptuar thjesht me sytë e një revolucionari, me sytë e një siriani, i cili ka mundësi të jetojë edhe në një botë demokratike, në një botë të qytetëruar, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që jeton aty
për të sjellë demokracinë në vendin e tij dhe ky ishte zoti Yaser Al-Haxhi, një ndër organizatorët, një ndër njerëzit më të rëndësishëm të revolucionit të rezistencës kundër Asadit, i cili ishte sot me ne. Unë uroj që ai të vazhdojë të qëndrojë i gjallë dhe të ketë mundësi ta shohë Sirinë demokratike. Thank you. I appreciate that. Gjithë të mirat, zoti Al-Haxhi, unë uroj realisht që bashkë kemi mundësi të komunikojmë kur e gjitha kjo ëndër e keqe të ketë mbaruar dhe ju t'ja keni arritur qëllimit. I hope so too, and I hope that will happen soon. Të gjithë do donim në fakt që ky konflikt merrte fund e mbi të gjitha njerëzit apo civilët e pafajshëm të jetonin të parrezikuar nga vdekja e cila i shoqëron të gjithë sirianët që jetojnë në këtë konflikt për ditë. Faleminderit që na ndoqët, të dashur miq. Bashkë kemi përfunduar këtu. Natën e mirë.